Në mbrëmjen e qetë të shtëpisë së Big Brother Kosova, kur zhurma e ditës kishte filluar të shuej dhe vetëm dritat e buta të oborit shndrinin me një ngrohtësi të lehtë, Toni dhe Benita u gjendën përballë njëri tjetrit ndryshe nga çdo herë tjetër. Dukej sikur krejt shtëpia ishte tërhequr mbrapa, duke u dhënë atyre hapësirën që kishin nevojë prej kohësh. Benita, me atë buzëqeshjen e vogël që kurrë kontrollonte dot kur Toni i afrohej shumë, po qëndronte pranë tij, me duart e mbështetura lehtë te tavolina e ulët. Zemra e saj rrite më shpejt, pak nga emocioni, pak nga mënyra se si Toni e shikonte, një shikim i qetë, i sigurt, por i mbushur me një butësi që s'mund të fshihej dot. Toni u afrua pak nga pak, me lëvizje të kujdesshme, sikur të mos donte ta tremte. Zëri i tij mezi dëgjohej, por prania e tij fliste shumë më tepër se fjalët. Benita e ndjeu frymën e tij afër buzëve të saj, aq afër sa një lëvizje e vogël do t'i bashkonte. Ajo u ndal për një çast, jo se nuk donte, por se gjithçka po ndodhte aq natyrshëm, aq papritur, sa mezi po e besonte. Sytë e saj u mbyllën për një sekond të shkurtër dhe pastaj u hapën sërish. Pikërisht në momentin kur Toni e vuri re atë hezitim të ëmbël që e bënte Benitën edhe më të dashur, ai buzëqeshi lehtë, jo me buzë, por me sytë që i shkëlqenin. U afrua edhe pak. Dhe në atë çast, ndoshta më shumë se çdo herë tjetër, ai kuptoi sa shumë e pëlqente atë vajzën me zemër të butë. Pa i thënë asgjë, e ngriti dorën dhe ja vendosi shumë ngadalë te faqja, sikur të donte të merrte leje pa e kërkuar me fjalë. Benita i afroi buzët, pak nga pak, me atë lëvizjen e saj kaq karakteristike, të ngadalë, të kujdesshme, por të mbushur me dëshirë. Në sekondën kur ai po priste që ajo të afrohej plotësisht, Toni vendosi të bëjë atë që zemra i thoshte prej kohësh. Me një lëvizje të butë, paksa të shpejtë, paksa lojcake, i avodhi puthjen. Një puthje që në fillim ishte si një rreshitje e lehtë, sikur buzët e tyre thjesht prekën njëra tjetrën pa